What the fuck? Përshëndetje dhe ju çuna, përveç Kostianit I cili vazhdon dhe këndon çdo episod duke shpalosur talentin e tij. Xhepi tha nuk ndalon, nuk ka të ndaluar ky njeri. Zero po mundojmë të nisi karrierën këtu, muzikore. Okay? Po, muzikore, përveç se moderator, aktor, çdo lloj gjëje. Mirë, para se të nisësh ti me karrierën tënde muzikore, të merremi pak me karrierën e këtyre që janë në muzikë. Po një sekondë, përpara se të merremi me karrierën e këtyre, Miss, si të dukem unë sot? Ti duke shumë bukur sot. Të shkojnë këto gjërat. Plan buz. Të shkojnë. Po e diti që unë sot jam veshur me koton? Vërtet? Koton. Po dhe I bukur është veshur. Koton. Po normale. Po patjetër, ndërsa unë jam veshur me LTB jeans, është hera ime e parë, realisht që kam veshur një këmishë jeansi dhe po ndihem si një kukull e vërtet, të vend të drejtën. Kështu që shumë faleminderit Koton dhe LTB për këto veshje kaq të bukura dhe që misi më në fund na bëri një kompliment. Po ju do ma bëni një kompliment siç ma bëni çdo episod. Atëherë, live nga bota. Jo, unë nuk vazhdoj pa më bërë juve një kompliment, e dua tani. Misi Gotukun e ke perfekt. Je bër shumë e bukur, po unë kuptoj gjithë këto xixa në shal, pse? Pse kaq të nevojshme? Që të shkëlqej dhe unë saç ka shkëlqyer Elsa Lila gjithë këtë javë. Mos na kujtoj Elsa Lila. Prova. Abastanta. Ajo me italishten është perfekt, po ka bërë namë në rrjetet sociale. Unë nuk jam dakord që Elsa Lila ka akuzuar Arbana Osmanin që sjellja e Arbanës ishte shkaku që ajo nuk e ka akuzuar, e la si të nënkuptuar që qetësia ime vjen si pasojë e personit që kam përballë dhe ju referua podcastit me Gridën. Ndërkohë që te Arbana u komentua që nuk ishte aq e qetë, pra ishte pak agresive. Për çfarë arsye duhet ishte jo e qetë Arbana? Se dhe ajo që është bërë soundi që është bërë viral, Arbana e pyeti. Ajo shkreta, pse s'morë pjesë këtë vit? Pra po të vlerëson. Po të vlerëson. Po, dhe madje I tha që jo nuk jam bler, pra nuk është se po e nxiste, po I thoshte që jo. I tha që u vendos nga publiku. Por me sa ka thënë Elsa, intervista me Arbanën është regjistruar shumë kohë më parë se sa intervista me Gridën, dhe ndoshta ajo ka pas akoma atë inatin e festivalit dhe duke qenë festivali ka një vit more. Po ndoshta e ka pasur shumë peng. Ka diçka, sepse unë dhe në Instagramin tim bëra një komentim të shkurtër për Elsa Lilën. Nëse e them unë ka marr funda I punë. Elsa Lila më duket sikur ka inatin me gjithë botën. Nuk e di pse ma jep atë vibe. Por e ka inat me të gjithë, me çdo gjë. Pra Albina, të cilës ajo u drejtua, me unë nënkuptua, po që normalisht ishte e dukshme, është produkti I saj. Pra Elsa Lila Albina Kelmeti është produkti I Elsa Lilës dhe duhet të ndjej krenare që produkti I Elsa Lilës prit. E para një herë mos thuaj produkti I Elsa Lilës, sepse vërtet se nuk më pëlqeu, e vetmja gjë që më pëlqeu në gjithë intervistën është që unë e bëra të famshme atëherë dhe e bëra të famshme dhe tani dhe ti po thua produkt. Vërtet ajo ka ndihmuar, por talentin që ka Albina Kelmendi dhe suksesin që Albina dhe familja patën atë vit në Eurovision, këtë nuk mund ta mohojmë. Misi ti ke të drejtë, por në kohën e sotme unë besoj që nuk ka një person që është self-made, Kostian. Pra, nuk ka një person që ty nuk mund thuash unë jam produkti X, dikur do të ketë ndihmuar. Po dhe Elsa Lilën e ka ndihmuar. Kjo do thotë që ne do të përulemi mas atij që na ka ndihmuar gjithë jetën dhe të lëshojmë çdo trofe. Është festival Të nxehemi pak për tema që vlen të nxehesh, se këto festivalet janë aq të rëndësishme sa Gjoksi Gjensilës. Tema më e nxehtë e javës ishte kjo. Po, nuk e ke parë video në koncert të Gjensilës? Unë kam parë shumë video, po ndiqe ja shikoja. Gjensila Myrtezaj aludohet në media dhe në portale që mund të ketë bërë një ndërhyrje në Gjoks, sepse dhe fotot përpara një viti realisht tregojnë ka një diferencë mes fotove të para një viti dhe kësaj videos që ne sapo pam, kupton? Kështu që si ju duket juve një herë si çuna, si një sy mashkulli? Unë nuk jap asnjë koment. Po ndoshta janë dritat. Shiko, që Gjensila ka një super trup, nuk e mohoj dot. Bravo. Allah i qof ka super trup. Pra ti e shikon edhe rri.
Unë Dhe nuk kjo thjesht tregon rri. shumë. Okej, nëse ti thjesht rri kur shet. Shiko, jo, ka një trup të bukur mbase është ndjer jo komode me gjoksin e saj. Shikoni se duhet të kuptojmë edhe që Gjensila është bërë nën e 2 fëmijëve dhe sigurisht trupi pas shtatzanive ndryshon, kështu që ajo mund ta ketë ndjerë të nevojshme, por nuk e kemi të sigurt që nuk e kemi të sigurt nëse ka bërë një ndërhyrje apo jo. Po Gjensila gjithmonë po është vënë vitet e fundit në pikpyetje edhe për punime të tjera në trup operacion. Gjithsesi vetë prap një pikpyetje, Gjensila është një super artiste, ka dhe trup shumë. Këtë javë ka qenë nami në showbiz, do me thënë ka shumë lajme sa janë prodhuar këtë javë, nuk e di, e pat lajmin për divorcin e Neda Ballukut me Ogren Balluku. Tani unë këtu dua të informohe, më jepni. Tani ajo te goca dhe gra së fundmi tha që martesa e saj kishte vite që ishte në krizë. Dhe kjo situatë që në 2020 tha ka ndodhur dhe një krizë. Po, kjo situatë që ndodhte tani kishte ndodhur më parë dhe si duket është dorëzuar ajo ose bashkëshorti i saj dhe kanë arritur në divorc. Mirë, po ne kemi bërë kërkimet tona. Po, jo, e di çfarë nuk kuptova unë sepse unë u futa pak në intervistat e saj të më përparshme dhe në një intervistë që ka dhënë lidhur me mëmsinë, ajo ishte shprehur që sepse në intervistën në Goca dhe Gra ajo tha që në 2020-ën patëm një ndarje, por erdhi në jetë më pas vajza e vogël, vajza e tyre e tretë. Dhe te kjo intervista e më përparshme, Neda kishte thënë që ne ishim përjetuam atë ditë sikur sapo ishim lidhur, ishim shumë të dashuruar, flisnim dhe qesh. Binte brenda në shtëpi dhe ti e di çfarë ndodh kur rri brenda shtëpi kur bie shi. Një ambient shumë romantik. As ju duket paksa kontradiktore, pra dikur thoshte që ishim kaq të dashuruar dhe tani thot kishim shumë probleme, po pastaj u detyruan. Mos më pyesni mua për dashurinë. Nuk e di. Nëse dashuria në vetvete është pak e koklavitur. Është e koklavitur. Por ajo kishte thënë dhe në një intervistë tjetër kur e pyetën që a do ta falje Rastina, ajo tha po, tha do ta falja sepse mendoj që ndarja në një çift vjen si pasojë e gjërave më të rënda siç është mungesa e respektit, indiferentizmi, injorimi i partnerit. Dhe atëherë çai bie të kenë ndodhur? Mund të kenë ndodhur kjo, tradhtin jo, sepse ajo tha nuk më ka tradhtuar. Por mund të jetë një nga këto arsye që ka përmendur. Po, dhe pyetja ime është që, okay, pse po bëhet kjo gjë kaq e madhe se pikërisht mua më duk. Është një çift sepse ata janë çift i Big Brotherit. Po nuk e mbaj më në cilin Big Brother specifikisht, por është çifti vetëm që ka qenë jetë gjatë në Big Brother. Po prandaj se janë përfolur, pra marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë në syrin publik. Ata u lidhën në syrin publik, më pas krijuan familje, u martuan, edhe ndarja sigurisht që pas lidhja ka qenë shumë publike në ato fillime. Pra nuk më duket thjesht ndarje, shumë e çuditshme. E diku ngreu un pikpyetjen te fakti që lajme dolën në fundjavë që ajo kishte dërguar letrat e divorcit në gjykat, kërkesë për divorc në gjykat. Dhe direkt një ditë më pas doli njoftimi që Neda do ishte te Goca dhe Gra. Dhe aty direkt ajo e tha publikisht. Ne kemi pas disa raste ku VIP-at janë ndarë dhe procesin e nuk e kemi marrë vesh, e kemi marrë vesh javë më vonë ose muaj më vonë. Dhe mu duk sikur u bë kastile për ta bërë gjën publike dhe të merrej vesh direkt. Pra ti po thua që Neda Balluku e bëri kastile publik divorcin. Po se u bë kaq shpejt. Shiko, jo. Lajme direkt të ftuar në program. Shiko, por ka dhe paparazzi, fatos, ka dhe paparazzi të cilët e kanë publikuar dhe si me thon, ajo është brenda familjes së Topit dhe Topi e kapi pari lajmin, ka kap lajmin dhe ka prodhuar dorëzimin e dokumentave. Një orë mori shkoni çon. Shkoni priston. Jo, di se çfarë mund të ndodhë dhe më përpara, mund të ketë çuar shumë më përpara. Mund të ketë çuar dhe më përpara, nuk ka të bëj kjo. U bë mediatike dhe ajo dhe ajo ishte shumë e prekur në atë moment. Kështu që vlen të citohet edhe kjo. Pra nuk ngacmoi, ajo dukej shumë e prekur dhe nuk dua të flasta, thjesht i konfirmoj dhe kaq. Por divorcet ndodhin, por ndodhin dhe lidhje të reja dhe e keni parë besoj postimet e fundit të Don Johnit me vajzën misterioze ku ka shkruar që romantika s'po ka se mangupa ja bon krejt. Pra, as ishte lidhur Don Johnny me Loredan? Po pra, me Loredan, se ky shumë po përflitet për jetën private. Se di vajza flitet që është e huaj, mirë po, ruse. Prapë edhe huaj Don Johnny. Por nuk dihet ende, ai nuk e ka publikuar ende emrin ose fytyrën e saj, po thjesht kështu
foto misterioze. Mos është ndonjë projekt i ri? Mos është se e ka bërë Don Johnny do sjellë disa këngë të reja. Edhe ngacmon kështu me gjëra personale dhe pastaj. Kështu alu dua edhe për Loredanën. Prandaj po them. Pa ndonjë projekte me Loredanën si modele, pa vetëm video të Loredanës me Onazën e Don Johnnyt. Mund të jetë duke ardhur. Se di, ndoshta. Se ka marrë të dyja në një klip për të kursyer, unë këtë se di. Po me që jemi në Kosovë, Dafina Zeqiri është rikthyer me një këngë të re. Diva u rikthyer. Por nuk është ky lajmi. Lajmi është një video e cila dëgjohet audio e një këngë të pa publikuar të Dafinës në bashkëpunim me Feron dhe në reagimin e Dafinës thuhet që ndoshta nga ana e Feros është publikuar kjo gjë, pra ka stile dhe kënga nuk do publikohet bashkëpunimi. Pra u tërhoq nga bashkëpunimi, pra bashkëpunimi nisi dhe Dafina u tërhoq sepse Fero e bëri publik lajmin. Jo, ndoshta nuk e ka pëlqyer punën e Feros. Nuk besoj që është kjo fare arsye, sepse ka shumë artistë të cilët i lëshojnë pak nga këto demot, pra i postojnë në një edhe nuk e kanë problem, saqë Dafina të cancel të gjithë projektin. Por unë mendoj që nuk ka shkuar mes tyre. Pikërisht, unë mendoj që Dafina, tani Dafina njihet për krisin e raporteve me shumë me bashkëpunëtorë. Pra, bëj projekt prishu, bëj këtë prishu, me çdo lloj projekti ajo është prishu. Po me Fero më sa duket u prish para projektit. Dëgjoni, ta kaluan dhe pushimet bashkë. Po projektin e fundit të Ylli Limanit me Rita Ora, se s'mund të lija pa e përmendur. Domethënë Ylli Limani is going international. Dhe meriton se është shumë djalë punëtor dhe i talentuar. Ylli është talent, siç ka edhe vet. Po që unë prisja ndonjë material të ri, është thjesht remake-u i këngës së Rita Orës. Shiko, po prap Rita Ora po jep mundësinë një artisti shqiptar, kështu që edhe pse ai është shumë i talentuar dhe meriton. Mos ndoshta Rita Ora është bërë pishman që nuk ja dha dorën në atë kohë Dua Lipës dhe tani pa jep Yllit. Kanë atë bifin. Unë mendoj që nuk kanë më bif, thjesht duke qenë se nuk u bë kurrë një bashkëpunim atëherë, tani është lënë pas dore, po nuk mendoj që kanë një bif, sepse her pas here është përfolur që marrëdhënia aty është përmirësuar paksa. Më fal, përpara se a mendoni ju që Rita Ora sikur po It's flopping. Jo, është tërhequr. Është shumë e dukshme. Është tërhequr, është dashuruar. Është dashuruar, është tërhequr. Po, aktualisht vetëm Dua Lipa është që është. Po Dua Lipa është me Grammys, me tour është. Por me që jemi te muzika, të merrem pak me muzikën këtu brenda vendit tonë, sepse po na afron dhe festivali i RTS-s dhe keni parë që është rikthyer Vedata Demi. Po, pam listën e tham, hey, Vedati is back. Dhe ne kemi bërë ato hullumtimet tona për të gjetur numrin e Vedatit dhe e kemi kontaktuar në fakt dhe Vedati ka pranuar që të na japi një intervistë ekskluzive për të parë për rikthimin e tij në festival dhe në muzikë. Kështu që regjia nëse na ndihmon, e kemi Vedatin në linjë? Vedat, përshëndetje. Përshëndetje Vedat. Tu jam këtu, përshëndetje. Si je? Mirë, shumë mirë. Se kjo mungesë ka që gjatë Vedat në tregun muzikor shqiptar? U bë disa vite që unë jam shkëput, ndoshta jo totalisht nga muzika, po nuk është se kam qenë domethënë intensivisht i përfshirë. Jam larguar nga Shqipëria u bë 9 vite, për 10 tani, edhe duke qenë larg, bën gjatë pak më të vështira, ndoshta edhe periudha e gjatë që unë kisha punuar në Shqipëri në Kosovë, domethënë me mbrëmje në muzikë, me bendin. Kisha nevojë për një shkputje, për një pushim ndoshta. Edhe po shkoj si gjatë, që duke prit momentin. Ishte momenti dur ky. Hera e fundit në Mos Gaboj, më korrigjo që ti ke marrë pjesë në një festival ka qenë në Këngën Magjike në vitin 2014, ë? Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. Po, dhe rikthesh pas 11 vitesh. Tani kur ke një pauzë kaq të gjatë, besoj ti si artiste mendon dhe je edhe pak në ankth se si duhet të rikthesh, ku duhet të rikthesh, me cilin projekt muzikor, si ndodhi gjithë ky proces që ti e vendose që do rikthem dhe do rikthem në festivalin e RTS-s. Erdhi shumë natyrshëm të them vërtetën. Jam pyetur disa herë në intervista të ndryshme për pjesëmarrjet e mia në festivale, edhe e kam thënë që gjithmonë me kismet, edhe më them që në mënyrë Zoti ka plane më të mira se sa ne, edhe vim natyrshëm. Në këtë rast, arsyeja pse unë vendosa të marr pjesë ishte pikërisht kënga, sepse më prezantuan një projekt, më saktë
isha në një takim me dy autorët e këngës, edhe më thanë që okay, do ta vëjmë këngën ta dëgjosh, edhe pastaj do flasim për pjesën e projektit se si e kemi menduar dhe çfarë mendon ne për këtë. E dëgjova, pesin. Ndërkohë që festivali është paksa një ambient i vështirë, ku ka brylla, ka konkurrencë shumë të fortë, sigurisht sepse fituesi shkon dhe në Eurovision, ti e ke ndjerë për gjatë të gjithë festivaleve që ti ke marrë pjesë, por edhe në këtë festival? Për mua si artist ka qenë shumë e rëndësishme që këngat më japi atë impaktin edhe atë rënqetin, ma bëj trupin me mornica që e themin, edhe në këtë rast njëtin test ose më saktë njëtën mënyrë për zgjedhje kam pasi, më thënë. Për kënga më dha një lloj ndjesie edhe unë e mendova që është si më thënë e duhura për të qenë pjesë e festivalit. Okej, ky rikthimi jot në festival, a shënjon kjo edhe një rikthim tëndin më aktiv në tregun muzikor? Faktikisht po, do të sepse gjatë periudhës që unë kam punuar për këngën e festivalit, më janë ofruar disa materiale të tjera nga kompozitorë të ndryshëm, edhe shpresoj si më thënë që të jetë një nismë mirë për të rikthyer apo për të sjellë disa materiale të tjera. Nuk kam dashur asnjëherë të kthehem edhe të bëj gjëra që nuk më pëlqejnë t'i bëj. Doja të kisha materiale që vërtet përfaqësojnë, edhe kjo ka qenë sfida më e madhe ndoshta do të thoya edhe me gjithë kompozitorët, sepse kam dashur të jem autentik, të jem vetvetja, edhe të bëj këngët që personifikojnë, si më thënë, Vedatin, edhe të bëj si më thënë këngë për atë publik që më kanë mbështetur dhe ka pëlqyer gjithmonë këngët e mia. Sado i madh ose i vogël tjetër. E vërtet. Vedat, thamë që ti je larguar pak nga syri publikut dhe nga projektet muzikore, po besoj që ti ke qenë një dëgjues i mirë dhe i ke përcjellur pak a shumë kolegët e tu. Dhe në festival ne kemi pas përfaqësime të denjësishme, edhe në Eurovision gjithashtu, dhe doja të dija, a keti një të preferuar nga gjithë përfaqësimet që Shqipëria ka pasur në Eurovision, një këngë ose një artist që të ka pëlqyer më shumë nga të gjithë? Po kënga e fundit, padyshim Shoda elektronike që ishte këngë e bukur edhe e kam pëlqyer, domethënë edhe madje sigurisht edhe si artisti kam dhënë suportin tim, duke e promovuar, patjetër. Pastaj kënga Ronald Shliut ka qenë që më ka lënë përshtypje, Gjend Bushpepa, të tjerë flas para shumë për natyrën e muzikës që unë pëlqej. Unë jam shumë i sigurt që ti ke ende shumë material për të sjellë. Ti e ke pak më përpara që mund të jetë një nismë e rikthimit të në tregun muzikor. Nuk e di në planet e tua të afërta do të kemi ndonjë projekt ose ndonjë duet së shpejti. Për momentin unë duetën e fundit kam me Angela Periserin që ka një vit e pak ndoshta që është publikuar, nuk është se kam ndonjë plan konkret. Do t'i shoh gjërat me qetësim ngadalë. Më pëlqen, si më thon, pa shumë ajo filozofia e punës që ka, për shembull se në vendin ku unë po jetoj tani në Amerikë, nuk është e thënë që të bësh 20 këngë në ditë, po është zëm Bruno Mars për shembull bën 2 këngë në 3 vjet, po them. Edhe e çon gjithë tregun pesh, janë këngë që kanë pesh, si më thon, nuk është e thënë që të bësh pafundësisht këngë edhe të ruar suksesin. E vërtet dhe kjo. Mbushën stadion, mbushën koncertet edhe kështu. Mendoj që duhet unë kam që fokusohem më shumë tek cilësia dhe tek pjesa e muzikës që unë pëlqej. Arti i vërtet merr kohë, domethënë. Po sa fol. Vedat, ne të falenderojmë shumë. Ishte shumë kënaqësi të kishim këtë lidhje, edhe pse jo në studio, por lidhje nëpërmjet WhatsAppit, dhe të urojmë shumë sukses absolutisht në festival dhe në çdo pjesëmarrjen tënde. Ishte shumë kënaqësi dhe ky rikthimi yt në tregun ton përsëri. Faleminderit juve, shumë sukses edhe juve. Është kënaqësi gjithmonë. Do doja të isha prezent aty, do më shijojnë më shumë dhe Urojmë që së shpejti. Ne ju presim ta dëgjojmë këngën dhe shumë sukses te Vedat. Faleminderit. Falenderojmë Vedat, mirupafshim. Tani që përmendë këngën më rënë qetë trupi pra po. Që nga këngë e fortë në sa duket. Po afron momenti dhe tani nisin dhe ankthet dhe emocionet. Duron edhe pak, duron. Patjetër. Shumë faleminderit Vedat dhe shumë suksese. Faleminderit. Pafshim, ciao. Mirupafshim, ciao. Ndërkohë që shkëputim lidhjen e Vedatit. Asa më kishte marrë malli. Le të ndalemi. Po. Të marrim pak frymë. Vedati një
kolosë më në shish. Shiko, po ndonjëherë këto tërheqjet nga muzika bëjnë mirë sepse publiku e kupton se sa i madh është një artist, se sa i mirë është dhe e kupton që të mungon dhe kur i kthesh pastaj është shumë e bukur. Dhe më pëlqeu dhe ajo çfarë tha që ne jemi mësuar në Shqipëri që artistët prodhojnë shumë këngë, pa ndoshta ndonjëherë edhe pa cilësi, thjesht për sasi. Vërtet. Jo, realisht unë e shoh pak edhe në TikTok, në rrjetet sociale që Vedati kërkohet, janë ato soundet, këngët e tij të ershme por dhe të reja, kështu që Vedatun mezi sa pres personalisht që të rikthehesh, kështu që ja. Po afron festivali, kështu që ne jemi gati, kemi hyrë në këtë moodin dhe në këtë gjendjen e festivalit. Por tani misi është momenti yt. Tani është momenti im të shkëlqej si çdo javë. Çka ke bërë këtë herë në Vox Pop? Javë kam shkëlqyer në rrugët e liçenit të Tiranës. Dhe në rrugët e kujt pas ke marrë. Dhe kam bërë një quiz shumë interesant, për të cilin ne, pasi të ndjekim Vox Popin, do ta diskutojmë gjërë e gjatë në studio, sepse lidhet me Big Brotherin. Kaq po ju them. Ndiqeni. Dimri po vjen dhe çfarë vjen me Dimrin? Big Brother VIP Albania, por në fakt ndryshe nga gjitha herët e tjera këtë vit nuk janë përfolur emra se kush mund futet brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Prandaj un kam krijuar një imazh të një shtëpie në mendjen time me disa personazhe për të cilët do pyet shqiptarët se kë do preferonin ata të shikonin brenda asaj shtëpie. Prandaj hajdeni me mua. Midis Lulzim Bashës dhe Erion Braçës. Erion Braç. Erioni. Pse Erioni? Erioni është më konkret, më praktik. Luli do vetëm filozofi. Erion Braç. Është bukur ky Lulzim Bashë. Lulzimi. Erion Braç. Erioni. Braçën. Midis Blendi Fevziut dhe Arjan Çanit. Mendoj se Arjani do kishte. Po pse Arjani? Është më ekspresiv? Po, më shumë do të krijonte humor. Arjan Çanin. Arjan Çani. Blendi Fevziu. Po pse Blendi dhe jo Arjani? Blendi është më i shkathët se Arjani. Yrete Beluli dhe Eni Çobani. Eni mrekulli, po nuk besoj se do ta prenoj. Nuk i përshtatet shumë Enit, zonjës Eni, Big Brotheri? Për asnjërin, në fakt. As shëretja? Pse shëretja mund të jetë interesante? Mundet. Këto dyja nuk Enin nuk them, po tjetër se njo. Yrete Beluli është këngëtare në Kosovë, shumë e njohur. Si besoj. Eni Çobanin e kam shumë për zemër. Kështu që Enin, po. Çfarë mendon se do bënte zonja Eni në shtëpinë e Big Brother, për shembull? Do ziej, do bënte sherr me kënd aty? Jo, se kac. Nuk e ka në tip. Se ka në tip edhe ajo gjithmonë për paqe. Për paqe. Nuk e njoh këtë qyretin, po Eni s'është për Big Brother, mos e ngatroni fare, do me thënë, ka shumë punë tjera. Mimoza Ahmeti apo Roberta Liaj? Roberta Liaj. Roberti në fakt? Mimoza është interesante. Do na thoshte në poezi të bukur. Mojnë në Mimoza publik. Ahmeti. Mimoza Ahmeti, çfarë do bënte për shembull Mimoza Ahmeti në Big? Ato që ka bërë tërkohën. Jo. Unë këtë Robertin e njoh, pa të se njoh atë. Mimoza Ahmetin, shkrimtaren, ajo që thot që janë këto emisione. Pra ta mund të jetë. Për Mimozan, mendon që do bënte? Diskutoj që Mimoza është më mirë se ai. Se njoh Mimoza. Se nje? Robertin po e njoh. Roberti pra. Po. Jo, nuk është gjë Roberti, çfarë Roberti? Mimoza. Berta Liaj. Çfarë do bënte Berti aty? Do t'ja përplasë tërve surati, pam, kështu. Arjan Konomi apo Jacqueline Lekatari? Dy opinionistë, kanë qenë të dy opinionistë të Big Jacqueline. Pse Jacqueline dhe jo Arjani? Shikueshmëri. Do kishte më shumë shikueshmëri Jacqueline mendon? Mendoj. Me situatat që do krijonte. Arjan Konomi. Po si njoftone. Kanë qenë të dy opinionistë. Arjani po. Arjan Konomi. Arjani i super me çfarë. Super, do me thënë Arjani. Valla e ti Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline Lekatari. Luana Vjolca po Bora Zemani? Luana Vjolca. Luana Vjolca. Luana. Se ka provuar. Big Brotherin. Po. Ka dashur në fakt të jetë moderatore, po? Po nëse Ti po thua si konkurrente do ishte më mirë. më mirë se Bora e provoi një herë. Okej. Edhe u rregullua. Bora. Pse E Bora? njoft Bora. Se ka qenë në program për
përputhje. Mendon që do I vinte pastaj Donaldi për ta takuar në Big Brother, siç Bora I shkoi kur ishte Donaldi lojtar? Po mendoj që do I vi se ajo është për të ardhur vërtet, se është rejse. Bora Zemani, se është na Vlora. Luana. Jo, Luana. Do të jenë të dyja brenda. Po I kraso. Të dyja? Të dyja brenda. Ja vlen. Skandali më I madh që mund të ekzistojë. Pse mendon që mund të bëni në histori në I gjë do klikoheshin, ë? Ato do bënin histori më vete, jo ndonjë histori. Bora Zemani. Hati I TikTokut apo Megi Pojane? Megi Pojane. Megi Pojan. Megi. Për këto dy sistem do të jetë. Nuk të Kam pëlqen? parasysh. Nuk I ke parasysh Megi Pojani që është prezantuese përputhen tani dhe Hati vajza me Shami në TikTok. Jo, s'kam ndjek, tani se kam ndjek, po këtë Bora Zemani kam ndjek atë përputhjen Okej. Megin. Megin, Hatim pse jo? Po s'kam ndonjë kështu mendim që ta them pse jo. Noizi apo Ledri Vula? Të dy. Do sa mirë, ja këngëtar, do këndon, do I kënaqin, do. Po cili mendon që do krijonte do ishte më I përshtat? Noizi. Noizi. Nuk I njoh. Noizi. Si një? Noizi, unë se duroj dot. Pse? E po mirë, fusim Ledri Vulën pra. Noizin, Ledri u hyri njerë më duket. Jo, s'ka hyrë. Po është për folur, Noizi. Noizin. Ledri. Sara Hoxha po Gjensila Myrtezaj? Sara Hoxha. Gjensila. Po Sara kush është kjo? Sara Hoxha është ish bashkëshortja e Ledri Vulës. Se nuk e njoh, se thash. Gjensila Myrtezajn. Po pse Gjensilën dhe o Sara? Sepse shqiptarët duan skandale. Duan skandale, Dhe a? të vërteta. Bleona Qereti apo Fjolla Morina? Bleona Qereti. Bleona Qereti, pse Bleona? Krijonte më shumë. Fjolla. Bleona. Pse Bleona? Po kështu, ajo e kam pëlqyer me kohë, e ke Të pëlqen? Bleona. Fjolla. Pse Fjolla? Se është kosovare. Është kosovare. Nga të gjithë këta, kush mendon se do ta fitonte Big Brotherin? Po Erion Braçe. Erion Braçe pse? Po mendoj se do kishte më shumë simpatizantë. Simpatizant, okej. Erion Braçe. Pse Erione? Po ai më pëlqen më shumë ta fitoj. Them që ajo Bora Zemani. Arjan Çani. Arjan Çani? Se mendon që Arjan Çani do fitonte? Sepse I del të gjitha situatave përpara. A I pat sa interesante përgjigje. Kasti kur e mendon. Ke bëj far punë. Ky do ishte një Big Brother kështu që do rrije gjithë kohës para ekranit. Unë u habita se sa të lidhur ishin njerëzit me Erion Braçën, po dhe unë mendoj që Erion Braçë do ishte një super lojtar. Do ishte një kështu si nga ato kapsulle që shpërthejnë shumë. Do krijonte shumë situata Erion brenda. Braçë do ishte shumë Unë do isha shumë kurioz nëse Erioni do jepe kutia Pandorës, se mendoj që është ato që nuk I dridhe qërpiku fare. Dhe nuk do shgënjente me zgjedhjet. Këtë do fuzë Erion Braçë në kuti Pandore nga këto. S'ka shumë politikan. Po s'ka, I me këka, po mund të them Mimozën. Nuk e di pse Erion Braçë dhe Mimoza Ahmeti dhe I shoh si shumë kundërshtar, po I shoh dhe si shumë. Unë mendoj që Erion Braçë për shembull me Bleonën do hashin kokë më po. Jo, Bleona e ka mirë muhabetin me... E po në Big Brother... Në Big Brother zemra, ndryshon çdo gjë. Ai çmimi në fund, e disa të lezeton apo jo? Nuk e di, unë di që Bleona e ka mirë me blending, kështu që... Luana për shembull përfol që mund të ishte moderatore si e Big Brother VIP Albania dhe e Kosovës, tani si konkurrente. Disi e shohën Luana besoj do ishte pak a shumë lloji I banorit që ka qenë Benjada. E kupton që ka qenë shumë e qeshur, e dashur dhe ajo që ka rryer. Unë mendoj që ne Luanës do t'i shikonim anën tjetër të karakterit, se ajo shumë e buzëqeshur, shumë lozonjare në ekran. Po ka dhe ajo një nerv të saj. Po, Luana është mastermind, nuk e di pse kam këtë. A është virgjëresh Luana? Jo, peshor, nuk e di se çfarë është. Është virgjëresh. Luana është mastermind, çfarë thua? Pikërisht pra, ja. Jo ti. Luana është mastermind, kështu që Luana do ishte shumë lart. Por dy persona që unë jam shumë I intriguar t'i shoh në Big Brother është Arjan Çani dhe Jacqueline Lekatari. Imagjino këto të dy në një sfidë brenda. Arjani do ishte një super tjetër lojtar brenda asaj loje, nuk e di pse. Arjani realisht nuk e di çfarë
imazhi ka krijuar Ariani nga zona e lirë, Arian Çani, pa Arian Çani është super i zgjuar dhe njëri shumë i lexuar. Dhe nuk e di, unë e dashuroj trurin e tij. Mendoj që publiku do njëjtë një janë komplet tjetër të Arianit nëse do e shikonin Big Brother. Do ta shifrim nga Messi këtu vetëm kaq që. Ndërkohë, populli po dhe ne në fakt kemi zgjedhur dy super diva të tjera, Megi Pojanin dhe kush ishte tjetër, Gjensila Myrtezaj. Pra dy super femra, njëra më e bukur se tjetra. Pse mendoj unë që Megi për shembull mund të krijonte ndonjë lidhje dashuria, ndonjë romans këtu. Se Megi është shumë e stërvitur për gjërat e klikimeve, shikueshmëri. Jo, fare, unë mendoj që Megi atë gjë ka personazh që e bën në rrjetet e saj sociale ose edhe në televizion, pa ka krijuar një like persona. Po mirë, se si autore përputhen, e ke parasysh duke drejtuar një emision romance. Tani se disa di me kë mund më ngjason mua Megi në loj me Angel Shkiran. Do ishte shumë, më thënë, do ishte goditse si Angeli. Nuk të shikoj aq. Jo nga ana Megi nuk është thumbuese? Have you seen her lately? Okay, po. Jo, nuk po them që nga ana e provokuese, por Megi Pojani më ngjasonte me Angel Shkiran. Një romans mund ta bënte për shembull Ledri Vula dhe Gjensila Myrtezaj. Po prandaj zotëm dhe me Ledrin, se ndoshta do shikonim romancën e shumë përfolur. E nuhata. Unë i pyeta njerëzit, po do ju pyes dhe juve. Kush mendoni që do ta fitonte këtë big? Njerëzit tanë për Erion Braçe. Mbretëreshën. Cilën harrova? Eni Çoban. Më rast të pika. Asaj shtëpia. Mu thashin Ziza që harrova di. Dëgjoni. Eni nëna shtëpisja, asnjë mënyrë. Eni do ishte mamaja e shtëpisë. Kur të zvieshin ata Eni aty, mirë se erdhët, bëje pak ozdian. Jo, e di pse do ishte nëna e shtëpisë Eni, sepse Eni është aq e zgjuar sa nuk do riskonte imazhin e saj publik për të bërë lojra. Madje ajo do ushtronte edhe profesionin aty ku njerëzit të debatonin. Pikërisht. Zotrin banën tënde, të lutem. O zota Eni. Po jo, tani do the ti do riskonte imazh tani teksa u fut. E merr parasysh. Që tani kishte marr parasysh ajo. Pyetje të shpejta, kush mendoni që do shkonte në finale nga ky kast? Erion Braçe, Luana Vjolca, Arian Çani, edhe Bora Zemani. Unë do vendosja Bora Zemani. Bora Zemani del muajin e parë. Jo, zemra nuk del muajin e parë. Del muajin e parë. Bora Zemani nga jashtë çoj Donald Veshaj në finale dhe jo të futej vetë brenda. Erion Braçe mundësisht edhe e fiton. Vdekur. E fiton. Çi kemi në ditë më Moza Ameti vend dytë. Jacqueline, Megi, Kaç 4 veta në finale. Mos futi të 12. Po imagjinojmë që vure Mozën vend dytë. Shpallet fituesi, vjen Moza në studio, thotë si undive, Moza. Po çajm këto emisione, do ta fitoja unë. M'fal, jemi live? Ndërsa unë mendoj në finale Braçen gjithashtu. Ora është diskutuar Erion Braçe. E bën kështu si të shpisa që ti thot tani thot Braçe në zemra. Mendoj që o Megi o Luana, po anoj më shumë nga Luana. Pra Braçja Luana, Arian Çani dhe Mimoza. Super. Ne shtëpinë e Big Brotherit e krijuam, e ndërtuam, tani bëjmë thirrje shtëpisë së vërtetë të Big Brotherit ta marrë parasysh të propozimin ton, se edhe ne na punon një çik trure. Shiko, ja dërgojmë njëherë me shkresë me email, edhe zyrtari dhe pastaj shoh. Të nderuar. Patjetër. Ledionkë. Çuna, tani ju do ngushtoheni një çik taj koltuku. Se ka ardha ai momenti apo jo? Ka ardha ai momenti. Ndërkohë tani kemi arritur në pjesën e programit ku kemi një të ftuar dhe ai është një prej aktorëve të humorit që na ka bërë më shumë për të qeshur. Kemi nostalgjiqen në daljen e ditë të parë në 2XL e më pas dhe në programe të tjera, së fundmi dhe me një film. Andrea, mirë se erdhe në botë. Publiku në studio duar trokitje. Sa ne kishte marrë malli për Andrea. Më bëhet shefi që u ka marrë malli. Po si e një? Po ta them, mund të më shohësh në kinema. Po patjetër. Do flasim për atë. Edhe nxjerr mallin. Dalja jote e fundit është filmi Pallati 69. Më thuaj pak tani për gjithë shikuesit, si lindi ideja e filmit, të bën ofertën apo je pjesë e stafit që e ka realizuar filmin? Tashmë jam bërë pjesë e stafit që ka realizuar filmin, por kjo më ka ardhur nga një miku im, nga një kostumograf i punës tonë që ka qenë dhe të apartamentit 2XL dhe të Kalifornia, Endri Frashri, që e ta ideali e falenderoj. Ai më ka telefonuar një mbasdite dhe më ka thënë që Andrea, disa çuna të mirë
duan të bëjnë një film, merren me muzikë dhe videoklipe gjithçka, tani duan të kalojnë një shkallë më lart duke bërë një filmin e tyre. Dhe a ke dëshirë të bashkëpunosh? Shikëm, folëm një herë, folëm 2 herë, folëm 3 herë dhe pastaj më pas pastaj u bëra pjesë. Që dhe më pëlqente dhe rol protagonista i filmi dhe ju thash po, okay, do vi. Ai është një film që është mundsuar nga gjithë me forcat tona, si të ati djalit të shoqës atij që ka shkruar skenarin, ai djali që ka filmuar me studion e vet dhe të i shokut vet që ka studion e audios. Dhe ne gjithë aktorët kemi marrë pjesë secili me përqindjen e vet të fitimit në bazë të fitimit që filmi do krijohet. Te na trego pak për rolin tënd, pra për çfarë roli bëhet? Ai është roli një provinciali, okay, i cili vjen në Tiranë dhe bie në dashuri me një nga këto femrat e bukura. Ajo dyshon se ka ngelur shtatzan me një ishin e saj dhe çfarë do bëj për ta mbajtur këtë shtatzani, i kthehet këtij katunarit dhe i thot po unë të dua, ti se di thot. Po kur tani që keni me barë, nga cila provincë është personazhi apo nuk është specifikuar? Nga jugu është. Nga jugu, pra nuk e ke humbur aksentin tënd. Aksentin tim 100%. Shiko, ti je një aktor humori dhe unë dua të dinte një pravasken kështu fani që mund keni pasur gjatë xhirimeve të filmit. Ose mbase dhe situata të sikletshme, se jo gjithmonë ai filmi ton është nisur me një vështirësi shumë të madhe, po themi herë të sikletshmet, që ditë e parë që kemi xhiruar ne nisëm nga një grup të rinj dhe atmosfera gazmore ka pasur pafund, se atje kemi qenë vetëm diku te 12-14 të rinj. Jo moshe madhe. Më pasi është bashkuar filmi dhe Mariana, po tregoj peripetësit një në fillim. Ne u nisëm nga Tirana me një fugon, secili një unë me makinën time, një tjetër me makinën e tij, dhe kur vajtëm xhironim në një hotel në Lezhë. Në Shëngjin. Dhe kur vajtëm në hotel u bë një përmbytje që për shembull nga anën tjetër kemi kaluar kështu me këmbët e që ditë e parë na ka nisur. Ajo është ndër të zotit. Përmbytja ishte në skenar apo jo more u përmbyt qyteti. Ne do rinim 3 net të xhironim atje në ai hoteli ku xhironim. Pa hyrë mirë, domethënë, ndodhi kjo. U përmbyt. Por gjithsesi kemi kaluar shumë mirë dhe ato që shiu është bereqet. Shiu është bereqet, kështu që duke ne ka qenë vetëm bereqet suksesi, jo bereqet. Jo bereqet leku. Si fillim suksesi një herë. Po ndonjë batut kështu në një skenë që keni dashur ta përsërisni shumë herë sepse keni qesh dhe ju vet ose ka ndodhur diçka. Ka ndodhur një skenë, unë isha me administratorin e pallatit dhe që nga emri Zozo Music, ai studio muzikor, ai luante te administratorin e pallatit. Se siç të thash, ky film është bërë me forca tona. Dhe uleshim në tavolinë dhe kalonte një çun që vinte te shtëpia këtyre gocave që ajo që pëlqeja unë. Dhe kur kalonte ky ne e shikonim kështu as nuk i flisnin fare, e kupton. Ndërkohë ky duke e parë në xhirim, ky hyn te shtëpia e gocave dhe del. Kur del ky çoj më kam si kalove Brazeri, bëjmë sa e lozhe kështu. Po atë nuk e kishim në skenar, po na lindi kështu, lindi pa pritur. Dhe ajo jo se është nga ka shumë batuta të bukura, po ajo është një nga perlat që këta rinin kështu ne ishim duke lojtur shame atë djalin gjakot në skenar kështu. Kalon ai as kokën për to am gjatur, më kupton që çfarë bëre. Kur kaloi ai, u çon si kalon me prazer, çfarë bën mirë. Andrea, unë dua të kthehemi pak pas në kohë. Po, për të rikthyer tani as diskutojmë. Apartamenti 2XL. Si u bëre ti pjesë e apartamentit 2XL? Unë është shumë e bukur dhe shumë e veçantë hyrja ime në apartamentin 2XL. Unë kam mbaruar vitin e 3 të Akademisë së Arteve dhe punoja kamarier me një restorant plazhi. Okej. Në ai restoranti plazhi, në ai restoranti ku unë punoja kamarier, erdhi turi me orinë në anën darkë. Nuk dhe nga më pas siç e ka marrë vesh, turi më ka thënë që ti ke qenë nga të pëlqyerit e vllait tim që te fresk fare. Dhe në biseda familjare që ne bënim ai më thoshte po afrojmë njëra Andrean. Por Andrean e kam ke filan lokal ku shkoj që a dark. Po i bëj edhe ndonjë batut turit ti ndërkohë aty që ai kuptonte grintën tënde që ishte i mirë. Unë kam qenë shumë i chilter se unë realisht në atë periudhë kisha mbaruar vitin e 3 dhe nuk e dija pozitën e turit, të jemi sinqert, dhe isha shumë i chilter dhe shumë pozitiv. Më pas u kompleksova kur mora vesh kush ai. Bakshishe të linte bakshish mirë atëherë. Ti nuk e di rëndësinë. Po, një ditë më telefonoi, pija kafe në lagje dhe i thash unë do vazhdoja masterin përsëri për aktrim
Dhe më thot Andrea, përshëndetje, jam Turanys, ka thot pres sot Televizion Plusit, thot takohemi për të folur për apartamentin XL. I thash unë, po çfarë po thuaj tash se un kam masterin do vazhdoja. Shkollën ti. Lind apartamenti për masterin. Po hajde më njëherë, më tha mua tako se ta rregulloj masterin ti, ta mos u shqetëso. Un jam e bindur që të ka bindur me lekë. Sa do e thoja. Me lekë të ka bindur me lekat. Jo, mua më ka bindur atmosfera ati stafi. Ditën e parë kam nese. Pas disa përpjekje unë vajta në Vision Plus për ta takuar Turin dhe më tha më prit 5 minuta, prita 5, 10, 15, 20, 25. Nuk u mërzita. Dhe i shkoj ta i thash unë jam O byrazer. Po vazhdoj byrazer, po pres. Mirë tha ngjitu pak lart, u gjita atje lart në ca shkallë televizionit s'kisha qenë. Nesër në orën 10 tha te Kristali. Thash unë po kaq më thosh në telefon thash. Pse erdha nga Durrësi këtu? Po nëse ikit te Kristali gjej Julin, Albanon, Gjithë aktorët. Po si të pritën? Si kalove mirë më thanë mua, ç'ne që ke ardhur këtu më thanë. I thash mua më ka thënë Turi. Të ka thënë Turi tha po, ulut ajo karika dhe mos lëviz brazi. Sa lek ishte rroga e parë që ke marrë në atë periudhë? Shumë shifër që sharaka, është më mirë mos i diskutojmë ato shifra se tani inflacioni ka bërë që rrogat ndrojnë dhe ajo është një shifër. Po të paktën e ke deklaruar. Kjo ka rëndësi. Ti të deklaruar po. Ato të para. Po si ishte di përmendë më përpara ishte Lisa, ishte Juli, si të mirëpritën aktorët. Ta thash pra, më thanë ulu aty thënë ajo karike, ata bënin batuta nga më të frikshme, unë isha 21 vjeç. Ngacmonin njëri tjetrin se ishin në majat, jo se janë sot në majat, se për mua ata janë humoristët më në majat që ekzistojnë në humorin shqiptar. Por ula atje nese nga ajo kafja që ishim aty për jashtë Kristalit të futën brenda, ndajnë ato karike të nëzura një karike ata bënë në humor, fillova u kompleksova se kam qenë shumë i kompleksuar madje shumë vite. Nuk kishe besim tek vetja. Sa po kisha një post për shembull, siç ka pasur Ture ose kush nga ata dim, nuk besoj sot ta mbaja një aktor të kompleksuar siç kam qenë unë. E kupton do t'i thosh valla dum shumë, je shumë i mirë, shumë flori. Po. Ke qenë introvert. Po, ka qenë vëllaz po shikojmë. E nese ula aty në karike pas një ore ardhi Turi, siç ardhi Turi. Ata vazhduan u me skenaret flaki, bëj, lexoj, u bëj humor, bëj batuta mbi skenaret, unë poria kështu nuk qesha me batutat atyre, por nuk fola asnjë fjalë. Edhe tha Turi, mbaruan për sot, takohemi nesër po në 10:30. Edhe i pari mora shkallët për të dalë kështu. Ike. Erdhi Turi tak më kapi kështu. Tha mua, si të duk, tha vështirë. Thash, vështirë, mos e pyet, hajde se do mësohesh ta. Dhe unë vazhdova me një dashuri të papar nga i staf që unë i bëra disa batuta ose bëra ca skeçe që njerëzve u ka pëlqyer dhe kanë parë atë pozitivitetin tim ose si ka qenë harmonia mes jush? Keni pasur debate si ka pasur nga më të forta, po një harmonia aty nuk besoj se gjendet në ndonjë staf. Ju jeni staf të rinj, unë e pash frymën që kishte këtu, që kur hyra poshtë edhe deri këtu, kishte një atmosferë shumë të mirë se ishit shumë të rinj, por atje ka pasur një atmosferë të pakrahasueshme që unë nuk besoj dhe kam pasur frikë të tentoj për në një show tjetër, për një punë tjetër, se nuk besoj se do e gjej atë atmosferë ose atë kënaqësi që ajo punë ofronte të gjithëve. Po, a ruan kontakte me të gjithë, ne kemi një marrëdhënie, kishim dhe kemi një marrëdhënie shumë të mirë njerëzore mbi të gjitha, profesionale, pastaj kush bënte humor më shumë, kush më pak, por njerëzore kemi një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë. Dhe ruaj mendoj, jo se takohemi, se unë për shembull për momentin punoj në qytetin e Durrësit, jetoj në qytetin e Durrësit dhe kur do na lidhi në një diçka që mund të takohem me Albanon, kam një komunikim pak më të shpesht, më ka dashur shumë dhe pse grindeshim dhe unë kompleksohesha dhe mërzitesha nga batutat e ati, por me kalimin e viteve kuptoja që nëse ai nuk do bënte një batutë ironizuese, nuk do ishte as vëmendja ke mua. Po është e vërtetë, më fal që ti e çoj gjithmonë Albanon me makinë në shtëpi. Normal që po, edhe sot e çoj. Se ta përmendë gjithmonë këtë. Pra Albano ka qenë aktori që ti e ke ruajtur miqësinë me të gjithë na ruajtur miqësinë, por me Albanon pak më tepër. Pak më tepër. Dua të pyes pak për një tjetër program humori, që është Portokallia. Kemi parë dhe kemi dëgjuar deklarata nga aktorë që kanë qenë pjesë për harmoninë që ato nuk e kanë pas. Dhe kur do të dëgjoj ty që thua për 2x në atë kohë që ka qenë shumë harmoni e bukur, keni qenë të gjithë bashkë. Ti, a ke dëgjuar në i thashë që them nga ndonjë aktor në biseda tavolinash që çfarë shkonte dhe çfarë nuk shkonte me Portokallin në ato vite? Me të thënë të drejtën, të tregojmë realisht,
kur ishim në ai staf, neve jo nuk përgojonim asnjë kast grupi tjetër, pasi ndiheshim më të fortët në treg, e kupton, ose si të them, më të ndiheshim shumë mirë. Po dhe keni qenë në kulmin tuaj. Ti japim vlera vetë për shkak të temë të fortë, po ishim shumë mirë dhe s'kishim pse të përgojonim ose të merrnin vesh se ç'ndodheni. Ndoshta se ke përgojuar për në një llaf në vesh do të ketë ardhur. Jo, neve X aktor u largua nga Portokallia për këtë arsye. Ato dalin nëpër media dhe gjithë e marrin vesh se ky iku se donte lek më shumë, nuk ra dakord, tjetri iku se donte të merrte klikimet e roleve të veta, ato s'ka nevojë ti di unë, se ato i di gjithë media dhe kushdo i lexon, e kupton. Po, e vërtetë. Këtë një lajm të këtij lloji e kemi parë, po jo se e kemi komentuar, një lajm të këtij lloji se Andrea, se po thua, kimi shumë e madhe, harmoni, miq të gjithë qeshnin bën. Unë dua të di për çfarë ziheshit ju tek apartamenti, se më the që kishit dhe debate shumë të forta. Për çfarë lindin këto debatet kaq të forta? Po, për një punë të mirë lindin dhe debate të forta. E kupton, për një material që nuk funksiononte ose për diçka që ti e kishe thënë si rol dhe pas disa ditësh që kishe munguar një ditë ose kështu e shikoje që ajo ide që ti kishe dhënë, po kalonte te dikush tjetër, po e bënte dikush tjetër dhe këtu plaste. Që të vinte idenë dikush tjetër. Jo ta vinte idenë, po kishte përplasje ide. Batutash. Debate pune. Ka pasur shumë. Po personale nuk kalonte asnjëherë. Neve dhe pasi mbaronte kjo debat, mund të kishte një ftofje se pasi debati mund të kishte një mërzitje nga diçka, por aty vazhdonte puna çdo ditë rregullisht, sikur ai debati nuk ishte ekzistuar. Kalonin 2-3 ditë, pastaj harroi, vazhdonin përsëri. Vazhdonte jeta. Po Andrea, si e shikon televizionin shqiptar aktualisht? Duke qenë se ti nisi nga 2XL-ja dhe më pas tani në pjesë një filmi. Për shembull, si e shikoj në çkuptimin? Për shembull spektaklet e humorit që janë tani. Spektakli humori ka ngelur vetëm Portokallia për momentin, po. Dhe te Portokallia shikoj që ka një numër të reduktuar aktorësh nga numri që ka qenë kur ne ishim te Kalifornia ose te apartamenti. Ka rënë impakti goxha i humorit në Shqipëri. Do me thënë përpara disa vitesh kanë qenë disa programe humori, por dhe me një peshë shumë të madhe, pra që gjithë njerëzit uleshin përpara koltukut dhe shikonin me kërshëri. Nuk e ka më këtë peshë humori sot. Nuk e ka këtë peshë humori, por tani ju në ky emisioni që jemi, ju keni një media online. Po. Okej. Online po bën që dhe televizionit orarit fiks ti iki koha. Se ti ri online dhe shikon një emision që është xhiruar dhe transmetohet në YouTube. Ka dalë nga moda po thua televizioni. TikToku që po më përmendje, çdo gjë, rrjetet sociale, tani mendon që mos ndikon pak edhe sikur nuk janë aq të talentuar sa ai brezi juaj apo nuk ka të bëjë kjo? Jo, nuk ka të bëjë kjo, por madje dhe njerëzit u lodhen se në çdo fundjavë kishte 3 show humori javë për javë dhe ne në apartamentin në Kalifornia bëjmë skeç në spital, në polici, në tokë, në parking, në rrugë, në hen, në kopër zoologjik, në dhe, në varr, vjen një moment që konsumohesh. Dhe vjen një moment që po i përsërisim këto me batuta tjera, po i fusim një artific tjetër ose po bashkojmë 2 gjëra tjera bashkë në një material tjetër. Andrea, jam kurioz për raportin që ti ke sot me Turin. Si ish shefi yt. Turi së shpejti do publikoj dhe filmin e tij dhe urojmë suksese se po bën një bujë të madhe që në 2 trailerat e tij që ka dhënë. Pse nuk je ti pjesë e kazermës? Asnjëri nga ne nuk është pjesë e kazermës, po ta vesh re posterin. E vërtetë. Ai ka zgjedhur një kast të ri me çvura, me çfarë? Do të nisi diçka të re. Diçka të re, një staf tjetër, ajo më bëhet shumë qefi njëherë dhe nuk dua të flas për atë gjë. Më bëhet shumë qefi dhe ju uroj një sukses shumë të madh sa ai që për kushtimin e tij dhe dëgjova që i kanë bërë një dhuratë vetes ta për 40 vjetorin. Dhe ju uroj një sukses dhe mezi po pres datën që ai ta nxjerr atë filmin dhe unë tiki ta shikoj se më duket një risi të tregut. Do ta suportosh. I shefin tënd. Po, për herë të fundit jam takuar kur më ftuan në një mëngjes në oboret e klanit, për isha te ABC-ja, më ftuan një mëngjes, ai ishte në kafja ku uleshim ke klani dhe u takua me një dashuri të madhe, nuk po bëjmë larg një muaj, takimi i fundit që kam bërë me të. Pra jeni ndar mirë si me thënë me njëri tjetrin. Të gjithë shumë mirë me njëri tjetrin. Pra nëse Turi të merr një ditë telefon dhe thotë Andrea, shikoj se kam këtë projekt për ty, ti je direkt i gatshëm për të. Turi mund të më thotë dhe në 2 të natës, po më la makina në Durrës, do i kita ndihmoj. Shumë raporti ngushtë ky që keni. Tani Andrea dua të bëjmë një lojë me kolegët e tu të humorit dhe duam të dim opinionin tënd se kë zgjedh mes dysheve që unë do të them tani. Inshallah është shumë pikante. Po tani se dim. E para besoj është e lehtë. Albano Bogda apo Julian Deda? Po
kjo mos është më e vështira kam frikë. Po ja vroj tek mikrofoni sikur s'po. Se ma, a nuk e ka Albanon mikun tënd më të mirë? Edhe çdo të thotë që është më i mirë se Juli. Se di. Pra ti zgjidh, do I zgjedhësh nga ana profesionale apo personale? Atëherë unë do të ndaj në dy kategori. Në ana jo në profesionale, se në profesionale Juli mund të ketë vite më shumë, por edhe Albano është nga njerëzit më profesional dhe më të talentuar dhe gjithçka. Po për shembull unë nga opinionet e njerëzve ose të miqve të shokëve që marr, për shembull Albano godet më shumë në media për humorin, për batutat, për kështu. Kurse në tavolinë, në provat kur bënin prova, batutat e Julit ose atmosferën që krijon Juli nuk e gjen në artist shqiptar apo. Atmosferën ose humorin që ai të dhuron Jul Deda nuk e gjen, nuk e kam gjetur në asnjë artist. Pra është miqësor, është i mirë. Që ofron nëpër tavolina ose batutat që ngacmoni ka kështu më. Nuk e di. Një emër, nëse do zgjidhje? Do I zgjedh të dy pra ta thash. Po një. Për të vazhduar lojën. Në ky staf nuk do të vjen se të thash ne kemi nuk I ndaj dot se ata janë. Okej. Po e bëjmë këtë përjashtim për ty. Marina Vjolca apo Luana Vjolca? Marina Vjolca. Se mendoj dy herë. Okej. Cubi apo Lisa? Me Cubin ka punuar më shumë, por kjo nuk do të thotë që dhe Lisa qëndron brapa, është super e talentuar dhe për Lisa nga mi konsiderat veçantë. Kam punuar shumë pak. Unë kur kam arritur në apartamentin 2XL, Lisa nuk ka qenë, por Lisa ka ardhur vite më mbrapa në duplex dhe në Kalifornia. Dhe unë deri në momentin që Lisa erdhi aty, nuk ndaja, për Cubi për mua ishte nga vajzat e humorit më të talentuara, por dhe Liza ishte një shumë e talentuar. Kështu që Cubi për vitet. Okej, Cubi për vitet. Dakor. Dysha radhës, Florian Binaj apo Gaz Paja? Florian Binaj. Është më I talentuar? Jo, dhe Gazi shumë I talentuar, po më duket pak më kreativ. Më kreativ? Po. A do e suportoje në kandidimin e ti për Tiranën? Patjetër, pse? Se mua më duket e thaj çik me interes ai se do bëhet kryetar bashkiet me Florin. Unë mbarova filmin. Dysha e fundit, po dhe kjo besoj që është shumë e dukshme, cila do jetë zgjidhja jote. Altin Basha apo Turian Hyska? Po çfarë, ka për po thuaj aty përgjigjen atje ke kuptuar. Hajde themi 1, 2, 3 Turian Hyska. Ishte ditur. Mirë atëre, ne do të kalojmë në një segment tjetër ku nuk e di të kanë vajtur sy te ky speci. Po thash nga pyetjet pikante, nuk e di. Tani këtu është ajo faza që këtu përvëlohesh. Për çdo rast kemi një ambulancë për jashtë, s'ka problem. Sepse do të kalojmë te Caliente. Yeah. Kjo nuk është një pyetje, por një dënim. Me këtë e nisëm. Çfarë thot? Merr Albano në hotel dhe thuaj që një miku yt të ka kërkuar që Albano të jetë në një film erotik për një shumë të madhe lekësh. Po kam frikë se s'do e hapim apo e marr. Provoje një herë fatin. Po. Pra duhet marrësh Albanon ti thua shiko se një miku im ka kërkuar ty për një skenë erotike. Ma jep të spektin e mua tani. Si sa duhet konsumoj nga ky? 1/3. Shumë. Po. Po I prisa. Po ta thash për nuk ka si problem. Po ta jep efektin më sa trima kanë vënë kështu kanë rënë. Okej, silli tabascon. Mirë atë, ka një pyetje tjetër. Pas ka qenë pak. Po të tham. Shumë trima kanë vënë kështu. Ua, sa bobo. Shikojeni ato sy me love. Ky është efekti kur ti nuk I përgjigjesh pyetjes. Uj Lajthiza edhe mund të ndihmoj, por deri këtu janë të erën aty specit. Dhe sa pyetje duhet lexoj nga këto? Të gjitha, edhe dy. Andreas. Të tham Andrea. Cila ka qenë shuma më e madhe që e paguar për një rol? Unë rolet përveç apartamentit 2XL. Dhe Kalifornia si kam pasur të pakta. Kam pasur këtë pallatin 69 I cili nuk ka pasur një vlerë më të madhe se merjan dhe E mos qaj o burë se lek janë o burë. Ke Kalifornia. Qa burri për lek. Në roka me madhe ka qenë ke Kalifornia. Po sa lek? Sa zero? 1 milion lek në muaj. Okej, shumë mirë. Po keq nuk ka, a? Jo, mirë është. Është shumë mirë. Tash I keq e thua ti, s'pas ke qenë I kënaqur pra. Po ja, të pide pak. Po të thash. Marrin pak frym. Jo, të thash mos e kafshoj shumë. E paraqekove specin. E fundit?
Pa. Po, përgjigjesh dhe kësaj. Pasi e pa që... Rendit këto aktor nga më i miri tek më pak i miri. Agron Llakaj, Salsano Rapi, Gas Paja, Jul Deda. Atëra Agron Llakaj, Jul Deda, Gas Paja, Salsano Rapi. Okej. Ja dole. Salsano të duket më i pa talentuar. Po i rendis jam më tani nuk e di unë stasha këta nga këta asnjëri nuk ka që i pa talentuar se për shembull më se mos i rendite nga ato më me talentuar se këta mund të jenë unë, kupton, edhe nuk është të mirë që ti tu thua që të pa talentuar, po bëra një renditje nga Speci. Bëra një renditje duke mos vënë as Jul Dedën të parën, po vura Agron Llakajn për vitet e karriera. Andrea, e di çfarë dua unë nga ty? Dua të dëgjoj një varsolet, diçka për të qeshur. Dua ta kem të ndjesin live. Tani në këtë gjendje. Në këtë gjendje. Ti po qa, unë do qesh. Kë barsolet pra, se në barsoletat i dim se kështu nuk e di të si isha përgatitur për barsolet. Jo. Ose një batut që ti e përdor, po. Në mendje ose nga apartamenti, nga Kalifornia. Një diçka që ti e përdor dhe sot tek kësaj dite. Unë Iria Albano afër atje në prova ku lexonim, një kështu histori. Iria dhe gjithmonë nuk e thosha dot batutën që doja të bëja drejt për drejt aty në tavolinë ose ngacmimin që doja të krijoja, edhe ja thosha Albano shumë. Kështu në krah. Edhe një nga apela që ka qenë Albano duke lexuar, unë ngacmoja baterian, nuk e dija. Po i kam dea se më të shmënde. Na do tekstin e Albano. Mund ta imagjinoj me zërin e Albano. Po i kam dea se më të shmënde. Besoj se kishte në një prapashtesë, nuk ishte vetëm kaq. Ja, prapashtesa nuk ishte tani. Nuk ishte. Pas ka pas me prapashtesa. Ato kanë ngelur aty. Andrea, shumë faleminderit që ishe pjesë e What of the Show. Faleminderit dhe juve, faleminderit edhe për Specin. Jam mbajtur për këto pikantet, po. Të thashun kanë qenë shumë prima. Po mirë, prapë me sukses ja dole. Speci jon është marr nga serat e lushnjës me dashurinë më të madhe. Dallon. Me këto duar, me këto duar. Andrea, shumë faleminderit. Faleminderit juve, ishit shumë të mirë. Dhe urojmë të të shohim përsëri në projekte dhe në filma të tjerë. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Ndërkohë, së bashku do shihemi sërish të premteve sepse premtja është e What of Us. Është e jona, por përpara se të ikim te premtja tjetër, për këtë të premte ne çfarë duhet të themi? Që ne për çdo gjë themi What of Us. Pafshim. Andale!